prostitucionin, krimin organizuar dhe problematika tilla, të cilët duam dhe s'duam, të gjitha këto operacione vinë për shkak të shqetësimeve që grupet shqiptare në bashkëpunim me ato të huaja kanë krijuar në këtë vende. Në Itali, në Gjermani, grupet shqiptare në Angli janë problematike. Dhe ky lloj problematike do të thotë ngritje dhe forcimi këtyre institucione bashkëpunuese. Por informacionet fatkeqësisht vinë nga jashtë, vinë për shkak të përgjimeve, të punës së gjerë voluminoze që ato kanë bërë, po dhe partneritetet që kanë gjetur me strukturën e posaçme, e cila është përgjigjur në të gjitha nivelet, edhe profesionale dhe të besueshme ndaj tyre. Por na duhen veprime proaktive të strukturës. Pra, mos presim vetëm të njoftojmë DEA nëmet WhatsAppit dhe emailit, por duhet njoftojmë SPAK-un nëmet platformave. A është funksionale? Sa është funksionale? Sa reagon? Publiku duhet i kthesh të besim që të t'jap informacion. Në të kundër, publiku ka shumë siklet dhe nuk di se çfarë ndodh me një denoncim apo me një veprim të caktuar. Ne kemi denoncime për shembull liderit të opozitës. Menjëherë i kujtojnë që ti duhet të japësh dorëheqjen. Po pse duhet të japësh dorëheqjen? Ai dorëheqjen mund të japë mos i javë, mund të japë mos i muaj. Masi të ketë mbaruar ky proces. Pra nuk është ky momenti kur janë në përplasje shkallësh besimi, sepse edhe opozita është një institucion. Dhe nuk mund të kesh një vend demokratik kur nuk ke një opozitë të fortë. Sa më e vogël të jetë opozita, më shumë probleme dhe zullume mund të bëjë qeverisja. Sot janë socialistët, nesër mund të jenë demokratë, pas nesër mund të jetë një tjetër forcë. Nuk ka rëndësi emri dhe ngjyra e forcës, po ka rëndësi demokracia duhet të funksionojë kur palët paraqisin argumenta dhe kundër argumenta dhe në fund fare pastaj mund vitë çertifikimi, mund vitë përshëndetja midis palëve dhe pastaj dorëheqja si në këtë vend si kulturë demokratike. Zoti Softa, me që jemi tek dora e parë që tashmë jemi në Amerikën Latine që marrin vetë kokainën atje grupet kriminale, ju bëri përshtypje deklarata e Maduros, pra diktatorit e Venezuelës që shqiptarët, mafia shqiptare do prish zgjedhje, do ndërhyje, ju bëri të qeshni apo kemi kaq fuqi grupet kriminale? Nuk besoj që të kenë ndonjë fuqi të madhe. Shqiptarët që shkojnë atje janë persona të dërguar. Nuk besoj se bosi shkon dhe rrin në Amerikën Latine. Ato janë persona të cilët fillimisht kanë provuar të jenë ndërmjetës, kanë provuar të jenë shpërndarës, pastaj kanë provuar që i bie më lirë, sa ta blejnë me çmimin që është tregur në Bashkimin Evropian, i bie më lirë shkojnë tek burimi për ta marrë ato më lirë. Si shkojnë marrin bananët, marrin pllakat, marrin hekurin dhe marrin gjëra tjera, sigurisht shkojnë marrin dhe lëndët narkotike dhe ajo çfarë kanë dominuar shqiptarët si në Amerikën Latine, ashtu dhe në vendet e Bashkimit Evropian, nuk ka qenë vetëm forca që është tipar karakteristikë e tyre, se shqiptarët janë të dhunshëm. Të paktën kanë treguar që janë të dhunshëm, që edhe në vendet tuaja kanë realizuar vrasje, rasti Athinës, raste të tjera në Gjermani apo në Holland, ku kanë bërë vrasje dhe ekzekutime, por politika e tyre ka qenë ullja e çmimit. Dhe nga ullja e çmimit kanë marrë më shumë fuqi dhe kanë marrë më shumë dominancë në treg. Pra kjo ka qenë ajo që shqiptarët kanë bërë. Dhe në këto momente nuk besoj që kjo lloj deklarate të vi, po më shumë ka qenë për konsum të brendshëm, sikurse politika i përdor her pas here, sepse edhe emri i shqiptarëve dhe i Shqipërisë është lakuar shumë për shkak të krimeve dhe të aktiviteteve dhe për shkak të çdo lloj aksioni i madh si ky nuk mund të kalojë pa njohur. Për shkak gjithë mediat italiane, si lokale dhe ato kombëtare, e kanë pasqyruar operacionin Ura. Po e njëjta gjë, edhe rastet e operacioneve të tjera janë pasqyruar në vendet përkatëse për shkak të zhurmës dhe për shkak të angazhimit të gjitha këtyre strukturave nga më të rëndësishmet që kanë ato vende. Për shembull sektori antimafjes, prokurori i Barit, por kjo çështje ka nisur fillimisht me sektorin me antimafjen e Romës. Pastaj është deleguar, fillimisht ka nisur në Romë dhe pastaj është kaluar me qenë se aktiviteti shtri në Puglia,